Çmimet e derivateve të naftës në Kosovë ka nisur të shfaqin shenja stabilizimi krahasuar me javët e fundit. Megjithatë, luhatjet e vogla nga dita në ditë vazhdojnë të jenë të pranishme në treg. Sipas të dhënave nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, nga hëna e 27 prillit deri më sot, 30 prill, çmimi i naftës ka shënuar një rritje të lehtë, duke kaluar nga 1.66 euro për litër në 1.68 euro për litër, ndërkohë benzina ka pasur rritje më të dukshme nga 1.44 euro për litër në 1.47 euro për litër. E njëjta tendencë është reflektuar edhe në Gjakov. Gjatë ditës së sotme në pikat e shitjes së derivateve, çmimi i naftës është sillur nga 1.67 euro deri në 1.68 euro për litër, ndërsa benzina është tregtuar me 1.47 euro për litër, duke shënuar rritje prej disa centësh krahasuar me ditët paraprake. Ekspertët e tregut vlerësojnë se ndonëse aktualisht ka një lloj stabilizimi, ndikimet ndërkombëtare vazhdojnë të kenë rol kyç në formimin e çmimeve. Rritja e fundit në tregjet globale lidhet edhe me zhvillimet gjeopolitike, pasi raportimet për plane të reja ushtarake nga Shtetet e Bashkuara në kontekstin e tensioneve me Iranin kanë shtyrë çmimet e naftës në nivelin më të lartë që nga viti 2022.